Ecuria e tregut të punës në Shqipëri për vitin 2025 tregon se teksa ekonomia rritet në vendet e reja të punës, janë punësuar pensionistët. Instat tregon se numri mesatari të punësuarve mbi 64 vjeç është zgjeruar me 8.7%, duke shtuar mbi 10.000 persona të moshuar në radhët e të punësuarve brenda një viti. Por ndodh krejt e kundërta me grup moshat e tjera ku numri të punësuarve të moshës 15 deri 64 vjeç ka pësuar një tkurrje me 15.298 persona në krahasim me 2024. Nëse pensionistët nuk do të përfshiheshin në raportim, shifrat e punësimit total do të shënonin një rënje shumë të fortë. Kjo zhvendosje demografike tregon se struktura e popullsisë po plaket me ritme të shpejta, duke detyruar tregun të adaptohet me forcën e punës që ka në dispozicion. Ndërsa të rinjtë e moshës 15-29 vjeç po zhduken nga radhët e të punësuarve me një rënje vjetore prej 4.3% në 2025 për shkak të uljes së lindjeve dhe emigracionit të lartë. Në planin afatshkurtër, punësimi i moshës mbi 64 vjeç duket si një ndihmë për arkën e shtetit, pasi këta individ vazhdojnë të paguajnë kontribute ndërsa marrin pension. Megjithatë, kjo zgjidhje nuk ofron siguri në afat më të gjatë dhe fsheh pasojat e rënda që do të vinë për skemën e sigurimeve shoqërore dhe qëndrueshmërinë fiskale të vendit. Raporti mes kontribuesve dhe përfituesve po shtrembërohet në mënyrë të rrezikshme, teksa forca aktive 15-64 vjeç po tkurret me mbi 18.000 persona në vit. Barra për të mbajtur sistemin po bie mbi një bazë gjithnjë më të vogël të rinj. Mbështetja tek pensionistët për të plotësuar vendet e punës që lënë të rinjt po tregon se ekonomia po përshtatet me rënien dhe jo me rritjen. Presioni mbi buxhetin e shtetit do të rritet duke detyruar ose rritjen e mëtejshme të moshës së daljes në pension ose rritjen e taksave mbi ata pak të rinj që mbeten në vend.